إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Të gjitha lavdrimet, falendrimet me madhrim dhe për ulje janë për Allahun Zotin e Aleminit. Atë e falenderojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. Tek Allahu kërkojmë strehim dhe mbrojtje nga ligësia e veteve tona dhe nga punët tona të këqija. Atë që Allahu e udhëzon dhe orienton në rrugën e drejtë, nuk ka kush e humb prej saj. Dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, nuk ka kush e udhëzon përpas tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përpas Allahut, i vetëm dhe i paortak, dhe dëshmoj se vërtet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Mbi të qoftë lëvdat dhe shumë të Allahut, mbi gratë, familjarët, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë gjurmët e tij dhe zbatojnë sunetin e tij me përfitimi deri në ditën e llogarisë. Do të vazhdojmë pra me mësimin e radhës rreth kësaj broshure të dobishme me temë sifatu salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam të dietarit edukator Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi nga Jemeni, Allahu mëshiroft, me shtojcat e dhyra dhe dobishme të vajzës së tij Abdullah, Allahu shpërbleft atë. Dhe do të vazhdojmë me kapitullin e radhës me temë rafu al-yadaini 'inda ar-ruku, ngritja e duarve gjatë rukus. Pra, kur bijem për në ruku. Thot Sheikhu, Allahu mëshiroft, në tekstin e kësaj letre dhe broshure, thot wa tarfa'u aidan yadayka 'inda ar-ruku, pra i ngre duart e tua gjithashtu gjatë rukus, pra kur bie për në ruku. Fa hadha thabitun fi sahihaini min hadithi Ibn Umar. Kjo është vërtetuar në dy librat e saktë para në dy sahihet prej hadithit të Ibn Umarit radhiyallahu ta'ala anhuma, dhe respektivisht ka ardhur në Sahihun e Buhariut me numër 735 dhe në Sahihun e Muslimit me numër 390. Pra kemi folur për këtë hadith në temat e kaluara. Dhe thotë min hadithi ghairi Ibn Umar, dhe në hadithin të tjerë të përcjella jo nga Ibn Umari, si ka ardhur për hadithit tham të Malik ibn al-Huwairith, i cili thotë idha salla kabara wa rafa yadayhi, pra kur fale pejgamberi sallam merrte takbir dhe i ngrinte duart e tij, wa idha arada an yarka'a rafa yadayhi, dhe kur donte të binte në ruku i ngrinte duart e tij, wa idha rafa ra'sahu min ar-ruku'i rafa yadayhi, dhe kur ngrinte pra kokën e tij kur ngrihej nga rukuja ngrinte duart e tij. Dhe thot وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. Pra na përcjell se i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam vepronte pra kështu. Dhe thot Sheikhu taqul Allahu akbar, pra i ngre duart para se të biesh në ruku dhe thua Allahu akbar. Takbiri, thot Abdullah, gjatë rukus, pra gjatë rënies në ruku, është takbiri i parë i atyre që quhen takbirat al-intiqal, takbiret e kalimit apo të spostimit. Janë quajtur takbirat al-intiqal, takbiret e kalimit apo spostimit, sepse me to kalon namazliu nga një shtyll për në shtyllën tjetër dhe nga një gjendje apo pozicion namaz për në pozicion tjetër. Dhe janë të mendimit pjesa dërmuese e dietarëve, pra jumhur al-ulama, se kjo është e pëlqyeshme. Pra këto tekbirat e intiqalit të spostimit nga një gjendje tjetër namaz janë të pëlqyeshme, duke qenë që i ka vepruar profeti sallallahu alaihi wasallam. Këtë e përcjell gjithashtu Tirmidhi në sunenin e tij
me numër 253 thot: "Wal amalu alayhi inda ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam." Dhe kështu veproni thot shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, thot minhum prej tyre Abu Bekri, Omari, Uthmani dhe Aliu, e të tjerë përpas tyre, dhe ata që erdhën pas tyre prej tabiinëve, thot wa alayhi ammatu al-fuqaha'i wal ulama. Dhe në këtë pra rrugë, në këtë vazhd kanë vazhduar shumica e juristave islam dhe e dietarëve. Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroft, dhe disa prej pasuesve të mëdhebit dhahiri janë të mendimit se janë wajib, janë detyrë këto tekbirat e intikalit, tekbirat e kalimit të shpështimit nga një gjendje në tjetrën, dhe këtë mendim e ka përzgjedhur Sheikh Al-Albani në librin e tij Tamamul Minna, pra mirësia e plot me numër 186. Ky libri Tamamul Minna e ka shkruar Sheikh Al-Albani ta'liqan ala fiqh sunna të Said Sabiq. Është libri i dietarit e Egjiptit Said Sabiq, me 4 vëllime apo me 2 vëllime varet sipas shpive botuese. Dhe Sheikh Al-Albani Allahu mëshiroft, kur pa që ky libër pati pranueshmërinë në umet, atëherë u marr dhe u përpoq dhe u provokua me korrigjimin dhe vërtetimin e haditheve të këtij libri, dhe ky libri quhet Tamamul Minna. Domethënë dhuntia apo mirësia e plot me numër 186. Pra dhe Sheikh Al-Albani është mendimit që këto tekbirat e intikalit përveç tekbirit vëllestar thot janë wajib, që do të thotë se nëse i lëm ato, çfarë duhet që të bëjmë se u sejdë. Nëse i lëm me vetdije thon dietarët, pra kjo është gabim dhe është gjuna, dhe duhet bësh se u sejdë, edhe nëse i haron edhe kujtohesh duhet të bësh se u sejdë. Pra sejdën e haresës. Thot Umu Abdullah, e kam dëgjuar babain tim, Allah më mëshiroft, të thot, sahabët ishin të shqetësuar dhe të fokusuar shumë me përcjelljen e tekbireve pra në namaz, si quhet tekbirat al-intiqal, tekbirat e kalimit nga një gjendje në tjetrën. Sepse disa prej prisave të Beni Umeje, Allahu i falë të ta dhe ne, çfarë fshin apo neglizhuan disa nga këto tekbire në kohën e sundimit dhe të drejtimit të tyre të shtetit islam. E përcjell këtë po ashtu Sheikh Islami Ibn Taymija në Majmu' al-Fatawa me numër 588 në vëllimin 22 thot, ka thënë Ishaq ibn Mansur, i thash Imam Ahmedit, Ahmed ibn Hanbal Allah mëshiroft, ma alladhi naqasu min at-takbir, çfarë paksuan këta prisat për Beni Umejave, çfarë prej tekbirëve ata paksuan, pra namaz tha, idhan hatta ila sujudi min ar-ruku wa idha arada an yasjuda as-sajdata ath-thaniya min kulli rak'a. Ata paksuan tekbirin kur zbret apo ulet besimtari nga rukuja për në sujud dhe nga qëndrimi mes dy sejdeve për në sejdën e dytë nga çdo rekat. Dhe kjo që një neglizhencë prej tyre, porse elhamdulillah dietarët e hadithit dhe të fikut dhe dietarët e sunetit çfarë mbas kohës së qeverisë së tyre i përforcuan hadithet dhe transmetimet që transmetoi këto që quhen tekbiratul intiqal, tekbiri i shpostimit apo i kalimit nga një gjendje në tjetër, pra nga një pozicion në tjetër në namaz, dhe çdo rekat ka 5 tekbirate, pra 5 tekbire. Kapitulli që vjen më pas është me temë edhkarur ruku, dhikret e rukus, pra dhikret apo duat që bëhen gjatë rukus. Thot Sheikhu Sheikh Muqbil Allah mëshiroft, ba'daha tusabbihu Allah thalathan, aqallu shay'in thalath. Më pas thot, pra bën tasbih për Allahun 3 herë, të paktën 3 herë thot. Thua subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. I përsosur nga tmetat e Zotit im më i madhrishmi. E thua këto 3 herë. Sheikh Ibn Baz Allah mëshiroft thot, kur është pyetur për të çështje,
thënia Subhana Rabbil Adhim një herë është wajib, 3 herë është më e plota se një, dhe është vërtetuar nga profeti selam se sahabët i kanë numëruar atij se ka bërë atë edhe 10 herë. Pra në rukun e tij ka thënë 10 herë. Kjo është më e përsosura, 10 herë Subhana Rabbil Adhim. Dhe thot shehu, ka dhe një shtojc, kjo mund të thuar Subhana Rabbil Adhim wa bihamdihi. Ajo që është dukshme nga transmetime, dërse ajo është çfarë? Ene saliha. Pra është e mirë dhe e vlefshme për të vepruar. Por se nuk është aq e fuqishme pra në transmetim, aq e fortë sa Subhana Rabbil Adhim. Pra kjo Subhana Rabbil Adhim, tekstet që kanë ardhur për të janë tepër të sakta. Dhe shtojca wa bihamdihi ka ardhur në disa transmetime që e forcojnë njëri tjetrin. Pra përmbaju kësaj Subhana Rabbil Adhim 3 herë. Nëse do të shtosh, thua Subhana Rabbil Adhim wa bihamdihi. Dhe hadithin me shprehjen në ruku, pra me dhikrin ruku Subhana Rabbil Adhim, e përcjell atë Abu Daudi. Nga Uqba ibn Amir, i cili thot, ishte profeti a.s. që kur binte në ruku, thoshte Subhana Rabbil Adhim wa bihamdihi 3 herë. Dhe kur binte në sejdë, thoshte Subhana Rabbil Ala wa bihamdihi 3 herë. Kurse hadithi me shprehjen Subhana Rabbil Adhim, pra 3 herë, ka ardhur në Sahihain, pra në 2 sahihet, në Sahihun e Muslimit me numër 772, nga Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Kush është? Është sekretari ose mbartësi i sekreteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot sallaitu ma'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dhata lejla, u fala me pejgamberin alaihi salam atë natë, faftataha al-Baqara, pra e hapi namazin, sigurisht pas duave hapset namazit, Fatiha se më radh, me Bekaren, Suratul Baqara, dhe thash, po bien sejdë mbasi 100 ajeteve, dhe deri ke fjala e tij ku thot wa idha marra bi ta'awudhin ta'awadha thumma raka'a, kur kalonte në ajet që kishte kërkim strehimi dhe mbeti Allahu kërkonte strehim për Allahut, nga zjarri sigurisht, thumma raka'a, më pas ra në ruku, fa ja'ala yaqul, vazhdoi të thot Subhana Rabbil Adhim, dhe thot fa kana rukuhu nahwan min qiyamihi, ishte rukuja e tij e përafërt, pra në gjatësi kohore me qëndrimin e tij në këmbë, më pas tha semi Allahu limen hamida, dhe deri në fund të këtij hadithi. Dhe thot Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij me numër 261 thot, pra kanë vepruar me këtë hadith dietarët e Sunetit. Ata pëlqenin që mos të paksoj, thot, robi pra namazliu në rukun e tij dhe në sejdën e tij më pak se 3 tesbihate. Pra dietarët për selefëve pëlqenin që çfarë mos të pakson dhe mos të është më pak robin në rukun dhe sejdën e tij më pak se 3 herë Subhana Rabbil Adhim dhe më pak se 3 herë Subhana Rabbi al-A'la, pra në sejdën e tij. Dhe përcillet një mendim i Abdullah ibn Mubarak prej tabi'inëve, ka qenë imam dhe i dishëm prej dietarëve edhe të hadithit gjithashtu të Sunetit, i cili thot unë pëlqej thot që imami t'i bëj ta thot 5 herë, ashtu që t'i japi kohë xhamatit që ta thot të paktën 3 herë, por se origjina në veçimin e një vepre prej veprave namazit, ndallim imami nga xhamati, kjo nuk ka bazë, pra ajo që ka ardhur për imamin ka ardhur për xhamatliun, por se ndoshta imami çfarë e thot 3 herë Subhana Rabbil Adhim, por se e thot pak më ngadal dhe me frymarrje pak më të gjatë, ashtu që xhamati pra mbas tij ta thot edhe ai 3 herë. Dhe tham që ajo shtojsa u bihamdi mbas shprehjes Subhana Rabbil Adhim, ka prej dietarëve që kanë dobësuar, por se ajo që thot el-Hafidh, kush është el-Hafidh? El-Hafidh
është Ibn Hajar al-Asqalani, kur është domethënë që mbetet thuhet në mënyrë përgjithshme al-Hafidh, edhe pse Hafiza ka pasur shumë, pra në kohën tonë kur themi al-Hafidh, kemi për qëllim, pra dietar ka për qëllim al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, edhe pse në kohë të caktuar al-Hafidh ka qenë dikush tjetër, ka qenë al-Hafidh Ibn Salah, ka qenë al-Hafidh al-Mizzi në kohra të tjera, në shekuj të tjerë, por në shekullin tonë kur themi ne al-Hafidh, ose kur gjejmë dietarët, se ne jemi çik larg domethënë me terminologjinë dhe me gjuhën e dietarëve, por kur dietarët thonë al-Hafidh, zakonisht thonë al-Hafidh fil Fath. Al-Hafidh ka përshëndetur Ibn Hajar al-Asqalani në librin e tij Fathul Bari, ku ka komentuar Sahih Buharin me 18 apo 19 apo 20 vëllime. Thot e kanë urryer, pra nuk e kanë pranuar për të mirë këtë shtojc Ibn Salah dhe të tjerë për posti, porse ky transmetimi për shtojcën wa bihamdihi ka rrugë të tjera që forcojnë njëri tjetrin, këto rrugët e transmetimit, kështu që bie poshtë dhe idhet poshtë mos pëlqimi i këtyre dietarëve që kanë dobësor shtojcën wa bihamdihi. Një nën temë tjetër, ose degëzimi i temës adhkaru ruku është o men al-adhkari al-warida fi ruku. Pra kjo ishte baza që çdo musliman i mirë duhet të mësojë që në rukun e ditë do të thotë 3 herë subhana rabbi al-azim. Nëse do të thosh wa bihamdi shtoje, nëse jo është po e saktë dhe vepron sipas ngjyrave dhe transmetimeve të Profetit sallallahu alajhi wasallam. Prej dhikreve të rukus ka ardhur hadithi Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Mirë është i memorizojmë. Nëse nuk i mbajmë shënim në përmësime, i regjistrojmë dhe kur vemi ke shtëpia, i hedhim me shkrim në ato fletore, në ato deftera tanë, edhe mundohemi ti memorizojmë që të punojmë me to. Prezenca në mësim është e rëndësishme. Ka shpërblim, ka mirësi. Kush nuk e memorizon dot me i mezhlis, me i ders modest dhe thjesht si puna këtij tonit, shkon ke shtëpia e dëgjon prap. Dhe mundohet ta zbresi ke fletore, ke defteri që ka ke shtëpia. Pastaj memorizon vetë dhe jam son gruas, fëmijëve, e përcjell, bellighu anni walau aya fa pejgamberi selam. Përcjelli për me qoftë dhe një ajet, qoftë dhe një hadith. Prandaj themi numrat e haditheve, kush do që t'i gjejë në librat mëm, Buhari, Muslim, Tirmidhi, Nesai, Ibn Majah, në Musnad dhe Meradh, i kthehet ai që ka mundësi. Kush nuk do, shruan numrin dhe e zbret tekstin e hadithit. Thot nga Aisha, Allahu që t'i kënaqë me të, përcjellës ajo ka thënë: Kene Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ishte i dërguar sallallahu alaihi wasallam. Çfarë? Yukthiru an yaqula fi ruku'i wa sujudi, pra thoshte shumë në rukun dhe në sejdën e tij, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Pra thoshte shumë herë në rukun dhe në sejdën e tij, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Çfarë thot? Yata'awwalul Qur'ana. Pra zbatonte Kur'anin dhe urdhën e Allahut në Kur'an. Këtë hadith e përcjell Buhariu me numër 817 dhe Muslimi me numër 484. Cilin ajet zbatonte të Kur'anit? Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Pra, lavdëroje Zotin tënd me falëndërim dhe kërkoj falje atij. Vërtet ai është që e pranon pendimin. Pra thoshte subhana rabbil azim o bihamdi, çfarë? Po? Allahumma ighfir li. Kurse në sejdë? Subhana rabbil ala o bihamdihi, ose subhanaka Allahumma rabbana o bihamdika, subhanaka Allahumma rabbana o bihamdika Allahumma çfarë? Ighfir li. Pra shtonte këtë dua. Se atë e tham, subhana rabbil azim o bihamdi, ajo është më vete. Kjo është një tjetër dhikër, një tjetër çfarë? Dhikër dhe dua në të njëjtën kohë. Sepse ka falëndrim, madhërim, lartësim të Allahut dhe pasim nga tmetat dhe kërkim falje. Si do të thot subhanaka Allahumma, i përsosur nga tmetat o Allah. Rabbana u bihamdik. Dhe o Zoti ty të takojnë lavdrimet dhe madhrimet, Allahumma ighfir li. O Allah, çfarë? Më fal mua. Po ashtu përcillet nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, si ka ardhur në saktën e Muslimit me numër 487, se profeti alayhi salam ishte që thoshte në rukun dhe në sujudin, pa në sejdën e tij,
Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Pra thoshte Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh, që do të thotë subuh, çfarë? I distancuar dhe larg çdo të mete dhe çdo ortaku dhe çdo gjëje që nuk i përket çfarë ilahijes së tij, dhe Quddusun i pastër dhe i pastruar nga çdo gjë që nuk i përket atij, pra si krijues, pra në qenë e tij krijues subhanahu wa taala. Pra do të themi çfarë subuhun, i përsosur nga tmetat dhe nga maksit, është Zoti im, Zoti i melekeve dhe Ruh. Sipas i kuptimit dietarëve, Ruh është Xhibrili alayhi salatu wasalam. Hadithi tjetër përcillet nga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dhe në këtë transmetim gjendet se profeti alayhi salam thotë idha raka, kur binte në ruku, thoshte Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Edhe një herë, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Këtë e përcjell Muslimi me numër 771. Do thoni po kuptimin në shqip o hoxh, atëre kuptimin në shqip është o Allah, ty të rash në ruku, ose për ty rash në ruku, në ty unë besova, ty të dorëzova, pra të nënshtrova, janë përullur për ty dëgjimi im, shikimi im, truri im, kockat e mia dhe nervat e mia. Pra shive çfarë është ky? Nënshtrimi plot ndaj Allahut subhanahu wa taala me gjithë qenien tënde, fizikisht, mendërisht dhe shpirtërisht. La ilaha illa Allah. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Allahu akbar. Dhe përcillet nga Auf ibn Malik al-Ashja'i, Allah që vëdhënaqë me të, i cili thot, u fala një natë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ke fjala e tij ku thot, yaqulu fi ruku'i, dhe ai thoshte në rukun e tij, subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. Thoshte në rukun e tij, subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. Në shqip kuptimi i kësaj duaje ose këtij tasbihu është i përsosuri, poseduesi i forcës absolute, i sundimit, i madhështisë dhe i madhërimit. Allahu akbar. Dhe hadithi përcillet nga Ebu Daudi me numër 873. Një mesele, pra një çështje këtu, cili është gjykimi i adhkareve, pra i dhikreve gjatë namazeve. Pra qoftë dhikret në ruku, qoftë dhikret në sejdë. Thot Nawawi, Allahu mëshiroft, në librin e tij El Majmu', vëllimi 3, faqja 373, thot, kapitull fi tasbihi wa sa'iri al-adhkari fi ar-ruku'i was-sujud, që kanë lidhje me tasbihun dhe dhikret e tjera në ruku dhe në sejdë, dhe me fjalën sami Allahu limen hamid rabbana wa lakal hamd, dhe me gjitha tekbiret përveç tekbirit fillestar, thot kullu dhalika sunna laysa biwajib. Thot Nawawiu, të gjitha këto janë sunet dhe nuk janë wajib. E nëse falau tarakahu lam ya'tham, nëse i lë robi, çfarë nuk merr gjuna. Wa salatu sahiha, dhe falja e tij është e saktë. Sawa tarakahu amdan aw sahwan. Qoftë nëse i lë me dashje apo pa dashje, nga haresa. Lakin yukrahu tarku amdan, porse urrehet lënia e tyre me qëllim. Ky është mendimi i Imam Nawawiu, i cili ka qenë çfarë? Prej pasuesve të Imam Shafiut, thot, wa huwa qawlu amati al-fuqaha. Ky është mendimi i pjesës dërmuese të juristave islam. Ky është medhebi Imam Shafiut, i Malikut dhe Abu Hanifës.
Kurse Imam Ahmedi një nga mendimet e tij çfarë thot? Thot Imam Ahmedi Allahu mëshiroft, nëse haron robi me bë tekbirat e spostimit nga një gjendje tjetër apo dhikret në ruku dhe në sejdë, atëre nga haresa bën sujudin e haresës. E nëse i lë me dashje, thot Imam Ahmedi, namazi tjetër është i pavlefshëm. Ky është mendimi i Imam Ahmedit. Pra më e mira është që mos lëm apo mos neglizhojmë asnjë nga këto tekbirat në namazin ton, pra mbas tekbirit fillestar tham, ose përveç tij, dhe këto dhikret që përmendëm pra në rukun ton. Dhe më e pakta të themi 3 herë subhana rabbi el azim, nëse do është ton, dhe wa bihamdihi. Kapitulli tjetër është arrafu min arrukuji wa ma yuqalu fihi. Ngritja pra nga rukuja për në qiyam dhe çfarë thuhet në të. Fashihu thumma ba'da hadha tarfa. Pra pas kësaj çfarë e ngrë trupin, pra shpinën tënde dhe drejton, wa taqul, dhe thua sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Në transmetim tayyiban mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Thot këtë e tha një burr këto shtojcat. Mas sa i fjalës sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, ose rabbana lakal hamd. Thuhet me wa, thuhet dhe pa wa. Çfarë tha një burr që falej mbas pejgamberit selam? Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Thot faqad qala rajulun, e thatë një burr që falë mas pejgamberit selam, thot faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man al-qail? Kush e tha këtë lutje? Pra i bie që ka thënë pak me zë të lartë, ai se ka dëgjuar pejgamberin selam. Tha ky burri unë, o i dërguari i Allahut. Çfarë tha pejgamberi selam? Laqad ibtadaraha bid'atun wa thalathuna malakan kulluhum yuriduna an yaktubaha. Allahu akbar. Thot profeti selam, nxituan, thot, ta regjistrojnë, thot, të fjalë 30 e kusur me lek, që të gjithë ata dhe çfarë donin që ta shkruajnë ata. Pra aq lutje e bukur dhe madhështore ishte kjo që tha ky burri. Dhe kësaj radhe çfarë? Kjo dua, të cilën e dëgjoi profeti selam dhe e përforcoi, pra e pranoi dhe e përforcoi dhe foli për shpërblimin e saj, kjo u bë pjesë e sheriatit ton. Pra kjo ligjërohet. Nëse do dikur sot të shtojë në një dua tjetër, përveç tyre që dëgjuam nga ijtihadi i tij, nuk bën, nuk lejohet. Sepse ky burrë shtoi këtë dua, kaq madhështore, kaq të bukur, dhe pejgamberi selam çfarë? Pra erdhi shpallje që shive se 30 e kusur me lek, garuan kush ta regjistronte më shpejt të fjalë. Pra që ka shpërblim të madh. Dhe me këtë pohim dhe me këtë vepër pejgamberi selam, kjo u bë pjesë e sheriatit. Pra u bë dua e ligjëruar. Sepse çfarë? Adhurimet, ibadet çfarë janë? Tawqifie, duhet të ndalemi to. Çfarë ka ardhur me argument dhe veprojmë? Çfarë nuk ka ardhur? Se veprojmë, e lëm. Pra nuk ka vend për ijtihad në adhurime. Tu është unë do them këtë lutje, atë lutje, atë lutje. Në ato vende ku kanë ardhur lutje të caktuara. Aman sejdën tënde, sujudin tënd, lutu mbasi që e lutur me duat profetike dhe me dhikr profetik, ose në tashahudin e fundit, tahiyatin e fundit, tashahudin e fundit, mbasi që ka ardhur me formën e ligjëruar nga profeti selam dhe që i vepronte, atëherë thot le të zgjedhë, thot, prej duave çfarë do dëshiroj. Kjo mbasi që ke bër tahiyatin e fundit me tashahudin dhe me atë që quhet salavatet ibrahimie, deri para se të japësh selam mund të lutesh me çfarë të duash. Por jo të thuash që këto janë presionet dhe janë prej fesë. Janë lutjet të tuat, nevojat të tuat, që ti ja parashton Allahut qoftë në sejdën tënde, qoftë përpara se të japësh selam në namazin tënd. Dhe hadithi, pra që përmendëm, është në Sahih al-Bukhari. Përcillet nga kush? Hadithi Rifa'a ibn Rafi az-Zuraqi, me numër 799. Çfarë thot? Pra, kur ngrihej nga rukuja, profeti selam thoshte, semi Allahu liman hamida. Allahu e dëgjon atë që e lavdron dhe e madhron atë. Rabbana wa lakal hamd.
o Zoti ynë ty të përket i gjithë hamdi, pra lavdërimi, falëndërimi, madhrimi. Hamden kathiran tayyiban mubarakan fihi, me hamde të shumta, të pastra dhe të begata. Ky buri shtoi këto hamden kathiran tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, ashtu siç dëshiron dhe kënaqet Zoti ynë. Dhe i thotë mesela, kush e tha thot të dua, të shtoj se mbas meje? Tha unë. Tha, çfarë? Pashtot që 30 e kusur me lek çfarë? Nxituan që ta regjistronin dhe ta shuanin atë. Dhe thot profeti alayhis salam, çfarë thot? Dëgjoni këtë hadith tjetër shumë i bukur, që të përfitojmë çfarë? Shlyrjen e gjunave të mëpashme. Nuk ka ardhur vetëm kur themi emin mbas imamit, pra pa e paraprirë eminin e tij, mbas tij. Thot profeti selam, wa yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallam, idha qala al-imam, kur thot imami, sami Allahu liman hamida, thot sami Allahu liman hamida, Allahu dëgjon atë që çfarë? Ose dëgjoj atë që e lavdron atë. Thot taqulu, atëherë thoni, rabbana wa lakal hamd, ose rabbana lakal hamd. Megjithatë shtojnë që dëgjojmë përpara, thot fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Se ai që fjala e tij, pra lutja e tij rabbana wa lakal hamd, përputhet me fjalën, pra me lutjen e melekëve, i shlyhen atij gjunat e mëpashme. Pra këtu ka dietar që thonë që ka argument që melekët në namazin e tyre ose kur falen bashkë me ne, thonë ashtu sistemi ne, pra prej lutjeve. Dhe kush përputhet lutja e tij me lutjen e melekëve, i shlyhen gjunat e mëpashme. Pra kujdes mos ta paraprish imamin. Dhe mendimi më i saktë është që edhe imami thot semi Allahu limen hamida dhe xhamatliu, namazliu që falet mbas tij thot semi Allahu limen hamida. Pastaj të dy thonë rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, etj dhe kema yuhibbu rabbuna wa yarda. Pra dëgjuat dhe këtë shtojës të bukur sot. Pse? Siç ka ardhur pra në saktin e Buhariut me numër 796 dhe në saktin e Muslimit me numër 409 nga hadithi e Abu Hurairës, që profeti alayhis salam çfarë thot? Aty që thamë pra, kur thot imami semi Allahu limen hamida, atëherë thoni rabbana wa lakal hamd ose rabbana lakal hamd, sepse ai që përputhet fjala e tij me fjalën e melekëve, i shlyhen atij gjunahet e mëpashme. Dhe në një transmetim që përcjell Muslimi nga Abu Musa al-Ash'ari, çfarë thot? Thaqulu Allahumma rabbana lakal hamd yasma'u Allahu lakum. Allahu akbar. Thoni Allahumma rabbana lakal hamd. O Allah, Zoti ynë ty të përkasin gjitha lavdrimet. Allahu ju dëgjon ju. Pra Allahu ju dëgjon juve. Allahu akbar. Shisa dua e dashur, domethënë që u dëgjon dhe ju përgjigjet. Shisa dua e dashur është kjo për Allahun subhanahu wa taala. Pra u dëgjon në atë moment. Dhe është e dashur kjo dua tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo çfarë yesma'u Allahu lakum. Pra ka argument të që çfarë Allahu është semi', është gjithë dëgjues që dëgjon. Dhe është afër me robën e tij. Dhe më afër me robën është kur ai është në sejdë dhe nuk e largon thot shikimin e tij, siç ka në hadith, për sa kohë robi thot nuk e largon fytyrën e tij në namaz. Pra nuk e largon shikimin e tij në vendin e sejdës dhe nuk fillon lëviz me shikimin e tij majtas e djathtas e lartë e poshtë sikur, dhe vjedh në namaz sikur vjedh dhel pra. Dhe i kujdes në namazin tuaj, u ndihmon që t'jeni të përqendruar ajo që Allahu shikon juve. Dhe ajo që profeti sa më thot çfarë? Edhe kur fale thot shikimin e tij e ishte tek vendi i sejdës, pra vendi i sujudit të tij sallallahu alaihi wasallam. Me që kemi kohë, i përmendim dhe 3 hadithe dhe ndoshta pasaj përkthimin e tyre lëm për ose hedhim në grup ose për javën që vjen inshallah taala, nëse Allahu na jep pra hymër dhe bereqet në jetë dhe në kohë. Thot o min al-adhkari fi hadha al-mawdi', pra prej dhikreve në këtë mawdi', pra në këtë vend, në këtë pozicion namazit. Ku jemi? Çfarë pozicioni jemi çuna? Jemi ngritur nga rukuja. Çfarë tham? Semi Allahu qiyami. Semi Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi,
kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tamam? Kanë ardhur dua të tjera nga i pari nga Abi Said al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot ishte profesor që kur ngrinte kokën nga rukuja e tij, thoshte Rabbana lakal hamd mil'u as-samawati wal ard wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'd ahla ath-thana'i wal majd haqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti'a lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd. E përcjell Muslimi me numër 477. Një përkthim të shpejt kështu, ndoshta me një gabim boskel, do mundojmë ta përshtasim më saktë, thoshte Rabbana lakal hamd, Zoti ju dytë përket i gjithë lavdërimi. Mil'u as-samawati wal ard, sa qielli plot, sa qielli dhe toka të plot bashk. Dhe sa dëshiron ti, pra së tepërmi. Ahlu thana'i wal majd, ti je çfarë i merituar për lavdërim dhe madhërim dhe lartësim. Haqqu ma qal abd, pra e drejtë është ajo që ka thënë robi, pra ai që ka lavdëruar së shumë dhe Allah subhanahu wa taala. Wa kulluna laka abd, dhe të gjithë ne jemi rob të ty, rob të tu. Allahumma la mani'a lima a'tayt, o Allah, askush nuk pengon atë që ti jep. Wa la mu'ti'a lima mana'at, dhe askush nuk e jep atë që ti pra e privon. Wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd, nuk të bën dobi bujaria e askujt, ti je më bujari, pra poseduesi i bujarisë së përsosur. Dhe nga Abdullah ibn Abi Aufa, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili përcjell nga profeti sallallahu alajhi wasallam se ai thoshte pra kur ngrihej nga rukuja, Allahumma lakal hamdu mil'u as-sama'i wa mil'u al-ard wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'd Allahumma tahhirni bil-thalji wal-barad wal-ma'i al-barid Allahumma tahhirni min adh-dhunubi wal-khataya kama yunaqqa thawbu al-abyad min al-wasakh. E përcjell Muslimi me numër 476. Pra bëndër të duan, thoshte o Allah, ty të përket i gjithë lavdërimi, mund të themi i cili e mbush qiellin plot dhe e mbush tokën plot ose plot sa qielli dhe sa toka, dhe ai shumë sa ti dëshiron më pas. Pastaj thoshte o Allah, më pastro me çfarë? Me dëbor, me akull dhe me ujë të ftohtë, sigurisht nga gjunat. O Allah, më pastron nga gjunat e mia dhe gabimet e mia, ashtu si shpastrohet roba e pastër nga el-wasakh, nga papastërtia. E përcjell Muslimi me numër 476. Dhe hadithi fundit nga Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dhe në të gjendet pra se profeti sallallahu alaihi wasallam çfarë thoshte? Semi Allahu limen hamida, kur thot imami semi Allahu limen hamida, atëherë thoni Allahumma rabbana lakal hamd yasma'u Allahu lakum, pra Allahu ju dëgjon ju. Ky është hadithi me numër 404. Lutë Allahun që ta bëj të dobishëm dhe të mjaftueshëm këtë mësim për sot, dhe të na shpërblej me të, ta pranojë të prej neve. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.